Fitoria e thellëve të vendosjes më 28 dhjetor e ka një shpjegim shumë thjesht. Kosova është shkatëruar për 20 vjet. Mesazhi i kësaj fitoreje na thotë se parulla 20 vjet shkatërrim përmban vërtetësi brenda. Njerëzit besojnë që Kosova është shkatëruar përgjatë 20 viteve të para të lirisë. Por a është kjo e vërtetë? A është e vërtetë se Kosova është shkatëruar? Këto zgjedhje na thonë se po, vetëvendosja që është paraqit përsëri si parti antisistem ka fitu bindshëm dhe mesazhi duhet jetë i qartë për partitë opozitare. Mos të harrojmë, këto parti nuk kanë ngurru me mbrojt sistemin i cili i ka prunë pushtet, i ka bërë të pasur, ju ka dhënë mundësi të pafundme dhe kanë qenë bindur se rezultati i vitit 2021 ishte aksidental, se shumica njerëzve në Kosovë nuk besojnë që Kosova është shkatëruar. Madje diskursi i tyre shkonte deri aty sa thënin mos e keni ndërmend Miloševićin si ndërtues të Kosovës, kur po thënë që Kosova është shkatëruar në 20 vitet e para të lirisë. Një shembull ilustrues të kësaj e keni Enver Hoxhajn, ish zëvendës kryeministër, ish ministër i arsimit, ish ministër i punëve të jashtme, që e bëri një video ku provonte ta tregonte zhvillimin e madh të Kosovës përgjatë këtyre 20 viteve. E thoshte në mënyrë eksplicite që Kosova nuk ishte shkatëruar, por ishte ndërtuar. 20 vjet folën për shkatërim. Ishte propagandë. E qysh duke ja ndërtimi Enver Hoxhajt, ishte ndërtim tepër i ngushtë si koncept, ishte ndërtim infrastrukturor, pra ishte një konceptim i varfër i ndërtimit. Ai nuk e kuptonte çka mendonin qytetarët kur thënin se Kosova ishte shkatëruar për 20 vjet. Është e vërtetë dhe gjithë jemi dëshmitar se Kosova ka përjetuar një zhvillim të hapshëm përgjatë 20 viteve të fundit, 25 viteve të fundit madje. Kemi ndërtesa më të larta e më të bukura, nuk ekzistojnë rënojat që i kishte bërë sistemi më parshëm, nuk duket të paktën varfëria gjithandej nëpër qytete, në qendër qytet, nëpër qendrat e qyteteve tona, është më e skajuar pak. Kemi vetura shumë më të mira, kemi rroba më të mira, ka vetëm një zhvillim që duket gjithandej Kosovës. Mirë po, kishte shkatërrim të shpresës, kishte shkatërrim të pritjeve. Dhe edhe ky zhvillim na çon drejt atij shkatërrimi, na çon drejt përjetimit të atij shkatërrimi. Qeqysh. Ky zhvillim e ky përparim që ndodhi në Kosovë ishte përjashtues, nuk i përfshiu të gjithë. Jo të gjithë, por nuk i përfshiu as shumicën e qytetarëve të Kosovës. Shumicën prej nesh na la anash, na braktisi. Ky është rrëfimi i fshatrave të zbrazura, i qyteteve fantazm, pa jetë komunitare. Ky është shkatërrimi që ju ndodhi njerëzve në heshtje. Secili prej nesh ka të afërm që u larguan prej Kosovës, që ikën prej Kosovës. Në rastin tim, më shumë se gjysma janë jashtë vendit. Dhe ky vendim për ikje nuk ishte vendim i lehtë, ishte vendim traumatik. Ishte një mesazh tjetër se Kosova nuk i ka përfshirë gjithë në përparimin e saj, në zhvillimin e saj. Sipas Friedrich Ebert Stiftung, 72% e rinisë kosovare duan ta lçojnë Kosovën. Dhe kjo na tregon se sistemi është i prishtë, se sistemi që po e zhvillon Kosovën nuk po i përfshin shumicën e qytetarëve. Pra, është faji një sistemi të tërë që po i aborton fëmijët e tij 20 vjet pasi ata kanë lindur. Po ju thot nuk është dashur të lindni ju hiç, ju jeni të pric. Cila është e ardhmja e njerëzve me këto rroga që i kanë, edhe atyre që punojnë, cila është e ardhmja atyre 670.000 njerëzve që nuk janë fare në tregun e punës, nuk llogaritën as si të papunë. Dhe kjo dhëmb edhe më shumë kur e shes që po Kosova është zhvilluar, ka përparu, mirë po jo edhe ti, mirë po jo edhe komshiu yt, jo edhe kushëriri yt. Ndërkohë ata që i marrim si shembuj të përparimit, si shembuj të zhvillimit, i shohim po rrugëve tona, i kishim dikur komshi, ndërvepronim me ta, veç kur e pam që e ndruan statusin social, e
e ndruan spari veturën, i ndruan rrobat që i kishin, pastaj nuk ju rrihej më me neve, shkuan në për lagje tjera dhe ne e pyetëm veten çka kemi mangu që nuk u përfshim ne, por u përfshin ata. E kjo prodhoi edhe më shumë lef, dhe do të prodhoj edhe më shumë lef. Të gjithë i njohim të raste. Ua njohim njohurit, ua njohim shqijet, ua njohim inteligjencën, ua njohim lidhjet që i kanë, dhe ua njohim edhe përbuzjen që e kanë ndaj neve. Një përbuzje qiltër, një përbuzje natyrshme, jo artificiale. Një përbuzje që ju vjen atyre pa e ditë hiç që e kanë, pa vendosur ata vetë. Është përbuzje klasore, përbuzje cilën e përfaqësoi më së miri PDK-ja me LDK-n. Çka kishin mangu në të tjerët? Çka kishin mangu ata qindra mira vetë që ekën prej Kosovës prej vitit 2008 deri tash? A ishin më të padijshëm, më papunëtor? Ku ishte problemi tyre? Edhe ata dënin të jetojnë në Kosovë. Dëshira atyre fillestare ishte me jetu në Kosovë, me pas perspektivë në Kosovë, për s'kishin, u përjashtuan. Dhe qysh tash i thuti atij, Kosova nuk është shkatru për është ndërtu. Ti je i padijshëm, ti je papunëtor, ti je analfabet, ti ke të gjitha të këqija. Dhe pret që ai të thotë thjesht okej. Në vitet 2000 mund të tolerohej pa perspektiva e madhe që ishte në shoqërinë tonë, mund të toleroheshin kushte të tmerrshme që sot as mund t'i paramendojmë. Por nuk mund të tolerohen sot, sepse përparimi, zhvillimi në fjalë i Kosovës është bërë fyes ndaj neve. Në atë kohë e shihnim me sy tonë përparimin e Kosovës, por ai nuk dukej as fyes, nuk dukej as përjashtues. Nuk na thoshte jo, na thoshte ndoshta. Por tash kur na dalim para syve ndërtesa të larta e luksoze, vetura të larta e luksoze, ne tërbohemi. Sistemi është i keq për neve, dhe prandaj cila është dëshira jonë që me e mirëmbajt këtë sistem. Dhe tash mendojni rezultatin e zgjedhjeve. Kush e mori barrën që me e mbrojt atë sistem? E mori PDK-ja me LDK-n. Edhe pas 5 vitesh në opozit, pa ju thënë askush, pa ja kërku askush, ata dolën në mbrojtje të atij sistemi, të këtij sistemi, të prisht. Ata e mbrojtën Kosovën e 20 viteve të kaluara që prodhoi padrejtësi sociale. Dhe u shfaqën sinqerisht habitur qysh njerëzit kishin ardhur në atë përfundim. Habi e krijuar jo me ndonjë studim, jo me ndonjë analizë, por thjesht në bazë të përshtypjeve që i kishin kriju. Kapitali është shumë i koncentruar në Kosovë. Shihni numrin e kompanive që kanë qarkullim vjetor 1 milionësh. Veç 1 milion për pjetë. Është numër qesharak. E disa statistika tjera që si përmendin, e që nuk ju thonë asgjë atyre, nuk i marrin vesh, nuk i kuptojnë, edhe pse numrat janë aty. 31% e trimëve prej moshës 18 deri në moshën 24 vjeçare as nuk shkojnë në fakultet, as nuk kanë punë, as nuk ndjekin ndonjë trajnim. Pra janë njerëz që kanë hek dorë prej jetës tyre. Çdo i tretë i ri në Kosovë, në atë moshë, sipas ASK-s, sipas statistikave, ka heq dorë komplet prej perspektivës tij. Çdo i tretë. Dhe ti thua jo, nuk është e vërtetë që është shkatru Kosova. Okej, vazhdo, mbroje sistemin, vazhdo, edhe bënu avokat papare i këtij sistemi. Dhe pikërisht se kjo vot ishte antisistem, Albin Kurti nuk e ka bashkë lehtë qeverisjen. Nuk ka opozit, e vërtet, dhe kjo ja lehtën rrugën. Ai është më përfaqësues i sistemit se çdo kryeminist tjetër, sepse e ka pushtetin absolut. Një pushtet që as nuk e kanë ndru paraardhësit e tij. Pra ai ka diçka që të tjerët as kanë guxuar me marrë me mend se munden me pas. 50% pushtetit, krejt levat e pushtetit në dorë. Mirë po, kjo që e tham, e ka një problem tepër të madh. Vota ishte antisistem. Dhe ai gjithnjë më shumë po bëhet përfaqësues i sistemit. Kjo parulla 20 vjet shkatrim, shpejt do të bëhet 30 vjet shkatrim, sepse po e shohim që asgjë s'po ndron.
Për secilin prej nesh është e qartë se populariteti i Kurtit bazohet te ekzistenca e PDK-s dhe LDK-s në budallallëkun e tyre, te avokatura që këto partia bëjnë sistemit që i ka shkatru ëndrat dhe pritjet e njerëzve për Kosovën. Pra, Kurti rritet, ose të paktën kështu ishte tregimi deri sot, Kurti rritej sepse këta e mbronin zëshëm çdo qeverisje para Kurtit. Çdo qeverisje që më e pakta që mund thuhet ishte se dështoi t'i përfshinte njerëzit. Ulja e popularitetit të tij nuk do të vijë me rritjen e popularitetit për PDK-n dhe LDK-n. Këto parti nuk kanë guxim t'i dalin kundër qeverisjeve të tyre në 20 vitet e mëparshme, pasojat e cilave njerëzit vetëse po i përjetojnë. Kurti do të uljet, por kjo ulje mund të jetë shumë e rrezikshme se si mund ta mendojmë ne, sepse nuk po shohim alternativë në horizont, një alternativë që i denoncon të gjithë. Dhe kur alternativa na vjen në formën e një grushti të fortë popullor, që thot, hey, gjithë e keni shkatru Kosovën, atëra ajo mund të jetë shumë e rrezikshme. Prandaj Kurti duhet me i gra punën seriozisht. Është shansi i fundit që 20 vjet shkatrem të mos i ndrohet dyshin tresh dhe të bëhet 30 vjet shkatrem. Kjo do të ishte shumë e rrezikshme për vendin tonë. Nëse pajtoheni ose jo, ju ftoj të bëni subscribe kanalin tjetër që punon në baza vullnetare. Dhe faleminderit krejt juve që vetëse e keni bërë, jeni një numër relativisht i madh për YouTube dhe që po i shihni goxha shumë video tona, domethënë po i shkoni deri në fund. Diçka që po më çudit. Nëse, faleminderit.